janë 3 persona të siguruar nga Allahu. Ju ka dhënë Allahu siguri. Çfarë sigurie? Siguria e parë, sa të jenë gjallë në dynja, do t'i furnizoj Allahu me rrezik të mjaftueshëm. Dhe siguria e dytë është kur ata të vdesin, Allahu do t'i vendosin në xhennet. 2 siguri ju ka dhënë Allahu këtyre njerëzve. Kush janë këta njerëz që i kanë këta 2 siguri? Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i pari është ai i cili kur hyn në shtëpinë e tij i jep selam familjes së tij. Muslimani kur hyn në shtëpi, pasi thot bismillah, i jep selam familjarëve, selamu aleikum. Kjo është bereqet për të edhe për familjen e vet. Ky njeri e ka këtë garanci nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu i dytë ka thënë ai i cili shkon në xhami vazhdimisht. Ai që shkon vazhdimisht në xhami e ka këtë garanci, si dhe i treti ka thënë ai që del në rrugë të Allahut azza wa jall.